Një ngjarje e rëndë ka tronditur familjen dhe komunitetin e fshatit Drenoc të Malishevës, pasi një 17 vjeçar ka humbur jetën tragjikisht në ulqin të Malit të Zi. Viktima është identifikuar si EK, i cili sipas informacioneve të para ka psuar lëndime fatale pasi dyshohet se ka rënë nga një skelet ndërtimi gjatë kohës sa ishte duke punuar. Ngjarja ka ndodhur në vendin e punës, ndërsa ekipet emergjente dhe autoritetet kompetente kanë dalë në vendin e rastit. Pavarësisht përpjekjeve për t'i ofruar ndihmë, njeriu nuk ka arritur të mbijetoj plagëve të marra. Rrethanat e sakta të aksidentit ende nuk janë sqaruar plotësisht. Autoritetet në ulqin kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e ngjarjes dhe për të verifikuar kushtet në të cilat ka ndodhur aksidenti fatal.